Gjendja me gripin në vendin tonë këtë javë është në nivel mesatar, njoftuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Nga 5 deri 11 janar u regjistruan gjithsej 2322 raste, mirëpo siç tregoi Dragan Koçinski, numri është rritur për 34.6% më shumë në krahasim me javën e kaluar. Ai bëri të ditur se të prekur nga gripi më shumë ka në Shkup rreth 556 dhe vetëm në Berov, Peçev dhe Delçev deri më tani nuk ka pasur raste të regjistruara. Kulmi pritet të jetë nga fundi i janarit deri në mesin e shkurtit. Najgolem broj nezabолени има кај повторно возрастната група од 15 до 64, а додека највисока инциденца се бележи кај децата од 0 до 4 и децата од 5 до 14 години. Sa i përket zgjatjes së pushimit dimëror në shkolla, Koçinski tha se nuk është e nevojshme pasi rritja e numrit të rasteve është vërejtur disa javë më herët se zakonisht dhe se nuk ka nevojë për një mas të tillë. Përveç kësaj, ai bëri të ditur se ka 6 raste pozitive me COVID. 65 имаме позитивни лица на грип, сите се со инфлуенца А доминира инфлуенца АH3, односно со 66% од позитивните. Имаме 6 позитивни лица на COVID и 21 позитивен на респираторен синцicielen. Si masa të përgjithshme, rekomandohet shmangja e mjediseve të mbyllura me numër të madh njerëzish, ajrosja e rregullt, konsumimi i vitaminave dhe mineraleve, si dhe qëndrimi në shtëpi në rast sëmundjeje. Nëse simptomat përkeqësohen ose nuk qetësohen, qytetarët këshillohen të kontaktojnë mjekun e familjes ose specialistin e sëmundjeve infektive.